Rizarta dhe gjesti për plasën ashpër, je një i pavlerë që të ushqejnë si fëmijë. Në një moment tensioni në shtëpinë e Big Brother, Rizarta dhe gjesti përfshihen në një debat të ashpër që tërheq vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjithçka nis kur Rizarta e sheh gjestin teksa Rozana i sjell ushqim dhe e ushqen si një fëmijë të vogël, ndërsa ai qëndron i shtrirë në divan, i qetë dhe pa asnjë shqetësim. Rizarta, e irrituar nga kjo skenë, nuk mund ta mbajë më për brenda pa kënaqësinë e saj dhe shpërthen ndaj gjestit. Ore gjesti, po nuk të vjen fare turp. Po të ushqen Rozana si të ishe një fëmijë 5 vjeçar. A nuk ke dorë vetë? Gjesti, i paprekur nga fjalët e saj, qesh dhe i përgjigjet me ironi. Po çfarë problemi ke ti, Rizarta? A të prishet ndonjë gjë se unë po ha i qetë? Rozana dëshiron të më trajtoj mirë, unë nuk po e detyroj. Por Rizarta nuk dorëzohet dhe e sulmon më ashpër. Gjesti, problemi është që ti nuk ke asnjë vlerë këtu brenda. Gjithkohës viktimizohesh, luan me njerëzit dhe tani po sillet Rozana sikur je një fëmijë i pafuqishëm. Ku janë vlerat e tua? A di të bësh ndonjë gjë vetë? Banorët fillojnë të komentojnë mes tyre, disa duke qeshur, të tjerë duke ndjekur me vëmendje përplasjen. Gjesti ngre vetullat dhe e shikon Rizartën me një buzëqeshje ironike. Rizarta, e kuptoj që po vdes për vëmendje, por mos u shqetëso kaq shumë për mua. Unë jam mirë. E keqja është që ti je duke u djegur nga inati sepse askush nuk të vëre. Kjo e acaron akoma më shumë Rizartën, e cila e shikon me nervozizëm dhe i përgjigjet, unë nuk kam nevojë për vëmendje, ndryshe nga ty që jeton vetëm për të bërë shfaqje. Ti je një i pavlerë që vetëm manipulon dhe luan me njerëzit. As ushqimin s'di ta hash vetë, e lë Rozanën të ushqej si të ishe në kopsht. Rozana ndërhyn për ta qetësuar situatën. Hajde, mos e bëni kaq të madhe. Po e bëja për shaka, s'ka asgjë të keqe këtu. Por Rizarta tund kokën dhe largohet me nerva, duke i lënë të gjithë banorët të diskutojnë mbi këtë debat të papritur.